Dielli sapo kishte lindur mbi morumbi kur kamera imagjinare afrohej drejt asaj vile. Fasada prej xhami, pishina blu e qelet, kopshti i rregulluar me përpikëri milimetrike. Gjithçka shkëlqente, përveç ajrit i rënd si plum. Brenda, tingulli i parë nuk ishte cicërim zogjsh dhe as muzikë. Ishte zhurma e fortë e një pjate që u përplas në dyshemen e mermerit. Menjëherë pas saj, dy britma të holla përshkuan korridoret. Dil nga dhoma ime. Jo, dhoma është e imja. Dhe pastaj erdhi e qeshura. Një e qeshur që nuk lind nga gëzimi, por nga mungesa e dikujt që të thotë mjaft. Pasoi zhurma e një dere që përplasej, një vazo që binte, një pikturë që shtrembërohej dhe një pëshertim e gjatë, e lodhur, që i shpëtoi buzëve të një burri. Eduardo Monteiro, 45 vjeç, me kostum të rregull, por me rrath të errët poshtë syve, qëndronte në majë të shkallëve duke mbajtur një filxhan kafeje, sikur ai filxhan të ishte e vetmja spirancë mes tij dhe kaosit. Poshtë, vajzat e tij, binjaket Lua dhe Clara, 8 vjeçe, vraponin nëpër korridor me flokë të shpupuritur, njëra me fustanin e tjetrës, dhe e gjithë dhoma e ndenjes ishte shndërruar në një fushë betejë jastëkësh. Eduardo mbylli syt dhe u përpoq të kujtonte Krishtlindjen e fundit kur kishte paqe në atë shtëpi, por nuk ja doli. Në cep të skenës imagjinare, një grua me uniform bezh kaloi me nxitim e djersitur. Mjaft për mua, nuk kthehem më kurrë, tha ajo duke dalë nga dera, me lot që përziheshin me pluhurin e dyshemes. Ishte punonisja e 17 që largohej. Kamera mbeti për një çast te dera e hapur, duke lejuar dritën e ftohtë të mëngjesit të hynte. Kontrasti mes qetësisë së rrugës dhe zbrazëtisë së brendshme të shtëpisë ishte i dhimbshëm. Eduardo u ul në koltukun e lëkurës në zyrën e tij. Librat e ekonomisë, trofet dhe një fotografi e kornizuar e Helenës, ish bashkëshortes, mbushnin raftet. Buzëqeshja e saj e ngrirë dukej sikur ende e shikonte me përçmim. Ai rrotulloi një stilolaps mes gishtave dhe u përpoq të binte veten se puna do të zgjidhte gjithçka, por as fitimet më të mëdha nuk e mbytnin dot zhurmën e dy vajzave që qanin pas një dere të mbyllur. Një zë i padukshëm mund të thoshte se disa pasuri blejnë gjithçka, përveç asaj që humbet në heshtje. Kilometra larg, në një dhomë të thjeshtë me mure të zhveshura, një orë e vjetër alarmi ra. Rita Soares, 34 vjeçe, u zgjua përpara se të binte hera e dytë. Ajo u shtriq ngadalë. Drita hynte nga një çarje e vogël e dritares, duke zbuluar duart e saj të ashpra nga sapuni, përparsen e varur dhe fotografinë e nënës mbi komodinë. Era e kafes së ringrohur përzihej me atë të sapunit të fortë. Rita u gjunjëzua pranë shtratit dhe vendosi duart e kallosura mbi çarçaf. Zot, më jep forcë për edhe një ditë. Dhe nëse mundesh, edhe një buzëqeshje. Ajo doli në rrugët ende të lagura nga vesa e mëngjesit me këpucë të konsumuara që përplaseshin në asfalt. Zhurma e frenave të autobusit u përzihe me bisedat e grave të tjera me uniform të njëjtë. Në prerë mbante një savë të rrudhur, 2 fletë të kapura me një kapse. Po shkonte për një intervistë. I kishin thënë se ishte në një shtëpi të madhe, të njerëzve të rëndësishëm. Nga dritarja e autobusit, Rita pa qiellin e São Paulos që merrte ngjyrë, atë roz të zbehtë që paralajmëronte vap dhe rëmuj. Ajo rregulloi gërshetin dhe mendoi, shtëpi e pasur, shpresoj të paktën të paguajnë në kohë. Kur porta elektrike e vilës u hap, ajri dukej ndryshe. Zhurma e kositëses së barit dhe era e barit të njom i dhan një ndjesi komoditeti. Rita e shtrëngoi cvën në kraharor dhe eci drejt derës kryesore. Zilja ra me një tingull metalik. Heshtje. Pastaj hapa të vendosur. Eduardo u shfaq me kostum të errët, celular në dorë dhe kravat pak të shtrembër. Ai e pa shpejt e shpejt. Për pastrim? Po, zotëri. Rita Soares. Eksperiencë? 15 vjet. Referenca? Nuk i kam, por mund t'i sjell. Ai mërmëriti diçka dhe mori letrën e rrudhur. Klasa e 5, lexoi. Dhe mendon se ja del me një shtëpi të tillë? Vështrimi i tij ishte i ftohtë, sikur po vlerësonte një sen. Rita e mbajti shikimin. Di të pastroj dyshemen, zotëri, por di edhe të pastroj atë që rëndon brenda. Ai ngriti vetullat dhe qeshi thatë. Dhe çfarë mendon se rëndon këtu? Ajo mori frymë thellë. Mungesë paqeje, ndoshta. Për një çast, gjithçka u duk sikur u ndal. Ai ndjeu sikur ajo kishte lexuar diçka që ai e kishte fshehur prej vitesh.
Por krenaria foli më fort, fillon të hënën në 7. Mos u vono. Po, zotëri. Faleminderit. Jashtë, një erë e fort i rëmbeu letrën nga dora. Ajo u përkul dhe e mori nga një pellg uji. Ishte e lagur, pothuajse e palexueshme, por në mes ende dalloi fjala që ajo vetë e kishte shkruar me shkronja të mëdha, si një hajmali, besim. Ajo e shtrëngoi fort dhe u largua. Ditën e parë erdhi herët me përparse të pastër dhe flokë të lidhur. Sa po kaloi pragun, ndiu një erë të rënd ushqimi të vjetër, myku dhe çrregullimi. Kuzhina ishte një rrëmuj. Në maj të shkallëve u shfaqën 2 vajzat identike me krahët e kryqëzuar. Mirë se erdhe në ferë, than duke qeshur. Rita buzëqeshi me qetësi. Atëherë më mirë të filloj punën, se feri kërkon shumë pastrim. Ajo lëvizi nëpër shtëpi në heshtje, duke kënduar në nxë një këngë të vjetër lutjeje. Shtëpia dukej sikur po merrte frymë sërish. Vajzat e vëzhgonin fshehurazi. Kur i hodhën boj në 2 sheme për ta bërë të rëshiste, ajo ra, por u ngrit, mori frymë thellë dhe filloi të pastronte pa u ankuar, duke përshpëritur, Zot, më jep forcë. Ti e di pse më solle këtu. Për herë të parë, vajzat mbetën të hutuar. Kjo grua e thjesht nuk reagonte si të tjerat. Ajo nuk qante, nuk bërtiste, nuk ikte. Ajo vetëm punonte dhe lutej, dhe në heshtjen e asaj shtëpie të madhe, diçka e padukshme filloi të ndryshonte, si një dritë e vogël që çan errësirën, duke premtuar se paqja mund të kthehej, hap pas hapi, me durim, me besim dhe me dashuri. Qetësia ishte kthyer në diçka më të fortë se çdo hije. Vajzat filluan ta vinin në provë, jo nga ligësia, por nga kureshtja. Një mëngjes, ajo hyri në dhomën e tyre dhe pa rrëmujen e zakonshme. I shikoi binjaket dhe tha me një ton të qetë, që nga sot do të kemi orar për gjithçka. Zgjimi në 7, mëngjesi në 7:30 dhe para se të ham, ne lutemi. Klara rudhi ballin. Të lutemi për çfarë? Për të falënderuar. Po ne nuk besojmë në këtë. Rita buzëqeshi lehtë. S'ka problem. Zoti beson tek ju dhe kjo mjafton. Ajo bashkoi duart, mbylli sytë dhe filloi të lutej. Vajzat u pan mes tyre, pa ditur çfarë të bënin. Heshtja që u krijua kishte një lloj force të çuditshme, sikur ajri të kishte ndryshuar temperaturë. Gjatë asaj jave, shtëpia filloi të ndryshonte pa u vënë re. Era e orizit dhe fasuleve zëvendësoi erën e ushqimit të vjetër. Rita mbolli lule të thjeshta në një vazo të qarë dhe i vendosi në mes të tryezës së ngrënies. Ndërsa fshinte 2 shemen e sallonit, ajo fishkëllente lehtë. Melodia përzihej me zhurmën e fshesës me korrent dhe krijonte një muzikë shtëpiake, të bukur, pa u përpjekur. Një mbrëmje, Eduardo zbriti nga zyra më herët. Dëgjoi këngën që vinte nga kuzhina dhe ndaloi në korridor për të vëzhguar. Rita përzihente tenxhere me një lugë druri, duke kënduar në nxë. Avulli ngrihej, drita e verdhë i ndriçonte fytyrën e lodhur, por të qetë. Kishte diçka në atë gjestë që ai nuk e kishte parë prej vitesh. Kujdes, pa nxitim. Ai u kollit pa e ditur pse. Mban erë mirë. Rita u kthye e habitur. Është vetëm oriz dhe biftek me qep, zotëri. Ka erë fëmijërie, atëherë është gjë e mirë. Eduardo u ul në tavolinë, një gjest i rrallë. Vajzat erdhën ngadalë, ende me njolla boje në duar. Rita vendosi pjatat një nga një. Para se të ham, lutemi. Mundem? Ai hezitoi, por pranoi. Rita mbylli sytë dhe foli me zë të butë. Faleminderit, Zot, për këtë shtëpi, për këtë ushqim dhe për ata që janë këtu. Kur hapi sytë, pa Eduardon që e shikonte ndryshe. Jo më me dyshim, por me përpjekjen për të kuptuar. Ditët që pasuan sollën ndryshime të vogla që u grumbulluan. Vajzat filluan të ndihmonin për të rregulluar lodrat. Her pas here, Rita qeshte teksa shpëlante enët me sapunin që bënte shkum. Kamera imagjinare do të ndiqte çdo detaj, leckën e lagur, pasqyrimin e dritës në pellgjet e ujit, pluhurin që ngrihej nga tapeti, tingullin e të qeshurave që përzihej me zhurmën e tenxhereve. Dhe sa më shumë rregullohej shtëpia, aq më shumë dukej se edhe Eduardo rregullohej nga brenda. Ai filloi të dilte nga zyra për të darkuar, të fikte telefonin për disa minuta, të shikonte vajzat e qeta, duke përtypur ngadalë dhe të vërente diçka të thjeshtë, por të thellë. Ato e shikonin Ritën sikur më në fund kishin gjetur një spirancë. Një mbrëmje, pas darkës, ai e pyeti, si ja del me to?
Rita fshiu duart në një pecet dhe u përgjigj pa e parë. Fëmijët bëjnë rëmuj kur duan të shihen, zotëri. Unë vetëm u tregoj se po i shikoj. Ai mbeti në heshtje, sikur ajo fjalit e kishte pastruar diçka më të thellë se dyshemeja e sallonit. Por paqja është gjithmonë e brishtë kur lind në një fushë lufte. Një të diel në mëngjes, Eduardo mori një telefonat dhe doli me nxitim. Rita mbeti vetëm me vajzat. Ndërsa po rregullonte dhomat, dëgjoi zhurmë uji dhe të qeshura. Vrapoi drejt kuzhinës. Dyshemeja ishte e përmbytur, shkum kudo. Klara dhe Lua kërcenin zbathur, të lagura nga kokat e këmbët. Për një çast, zemërimi u ngriti nxehtë në kraharor, gati për të shpërthyer. Ajo u afrua, por u ndal. I pa dy të voglat, të lagura, me frikë nga ajo që do të ndodhte. Atëherë mori frym thellë, hoqi këpucët dhe hyri edhe ajo në ujë. Mori leckën dhe filloi të fshinte dyshemen bashkë me to, ngadalë, duke qeshur. Lufta mbaroi në atë çast, pa u shpallur armëpushim. Dhe për herë të parë, vajzat e thirrën pa ironi. Teto Rita, ju jeni pak e çmendur. Jo, tha ajo, thjesht jam lodhur duke luftuar me gjëra që nuk ja vlejnë. Ato shpërthyen në të qeshura dhe tingulli u përhap lehtë, pa dhimbje. Më vonë, në mbrëmje, Rita mblodhi kovën dhe fiku dritat. Vila dukej sikur merrte frym ndryshe. Në pasqyrimin e xhamit, kopshti ndriçoi nga pika të vogla drite, xixëllonja, të rralla në qytetin e madh. Rita u mbështet te pragu dhe pëshpëriti, sikur t'i fliste vetë shtëpisë, edhe errësira mund të ndriçoj pak, nëse ne e lejojmë. Lart, Eduardo kaloi në korridor dhe pa skenën. Për një çast deshi të thoshte diçka, por mbeti i heshtur vetëm duke parë. Gruaja e thjesht, përparsja e vjetër, fytyra e ndriçuar nga xixëllonjat, dhe për herë të parë ai kuptoi se heshtja e asaj shtëpie nuk ishte më e njëjtë. Tani ishte një heshtje që pushonte. Vjeshta erdhi ngadalë, me atë të ftohtë që bën xhamat të djersiten nga brenda. Vila Monteiro dukej tjetër. Lule në dritare, era e ëmbël e një keku që piqej në furrë, të qeshurat e binjakeve që i honin në korridore. Rita fshinte sallonin duke kënduar një këngë të vjetër dhe Eduardo nga zyra e dëgjonte pa dashur të buzëqeshte. Pas muajsh, shtëpia më në fund po merrte frym, por çdo frymëmarrje e gjatë tërheq edhe erë të fortë. Atë pasdite, era erdhi me taka të larta. Një makinë e argjend u ndal para portës. Zhurma e rrotave mbi shavor e preu ajrin si te. Rita pa nga dritarja. Një grua e gjatë, me fustan të bardhë dhe parfum të fortë. Helena. Binjaket po luanin në sallon kur dëgjuan zërin. Vajzat e mia, o Zot, sa jeni rritur. Lua mbeti e ngrirë. Klara bëri një hap, pastaj u tërhoq. Tingulli i takave mbi dysheme i ngjante rrahjeve të zemrave të tyre. Eduardo zbriti shkallët me fytyrë të ftohtë. Çfarë po bën këtu, Helena? Erdha të shoh vajzat e mia, vetëm kaq. Pas kaq kohe? Një vit e gjysmë. Gabova, Eduardo, por dua të kthehem. Fjalët ranë të bukura, të ushtruara. Parfumi i saj mbushi sallonin duke pushtuar erën e thjeshtë të sapunit dhe kafes. Rita qëndroi pranë kuzhinës, pa ditur nëse duhej të largohej apo të qëndronte. Kur sytë e dy grave u kryqëzuan, diçka e padukshme u ndez. Një mosbesim i vjetër, instinkti i atij që ndjen se rreziku vesh taka dhe flet bull. Ditët pasuan me vizita të tjera. Helena vinte me dhurata të shtrenjta, ëmbëlsira të importuara, përqafime tepër të gjata për dikë që kishte munguar kaq shumë. Në fillim, vajzat hezitonin, por kureshtja filloi të fitonte mbi frikën. Rita i vëzhgonte nga larg, me një shqetësim që i rritej në kraharor. Një mbrëmje, Helena hyri në kuzhinë. Ajo mbante doreza të holla dhe nuhaste ajrin me aromë franceze. Pra, ti e ajo që i ka ndryshuar vajzat e mia? Rita fshiu duart në përparse. Thjesht bëra atë që duhej. Dhe kush të dha ty këtë të drejtë? Ndoshta dashuria e tyre. Helena buzëqeshi, por syt nuk e shoqëronin buzëqeshjen. Dashuri e bler me rrogë. Heshtja mes tyre preu ajrin. Nga korridori u dëgjua një e qeshur e përmbajtur. Klara dhe Lua po përgjonin. Helena u kthye dhe i thiri. E jani këtu. Mamaja ka diçka për t'ju thënë. Ajo u ul në gjunjë, me zë tepër të ëmbël. Ju e dini që tetorita paguhet për t'u kujdesur për ju, apo jo?
Ajo nuk është familje, vetëm punon këtu. Klara kafshoi buzën. Por ajo na gatuan, na ndihmon të lutemi. Të luteni për çfarë? Për t'u dukur e mirë. Mos ngatëroni detyrën me dashurinë. Vajzat heshtën. Rita dëgjoi çdo fjalë, por nuk tha asgjë. U ngjit në dhomën e saj me zemër të rëndë. Në dritare, hëna e plot dukej si një sy i ftohtë, i largët që vëzhgonte gjithçka. Të nesërmen në mëngjes, Helena erdhi herët. Eduardo kishte udhëtuar për punë. Binjaket ishin në shkollë. Rita po pastronte zyren kur Helena hyri. Ajo ecte ngadalë, duke vështruar gjithçka. U ndal te tavolina e Eduardos, ku ndodhej një orë e vjetër, një relike familjare e trashëguar nga nëna e tij. Ajo kaloi gishtin mbi xham, sikur të peshonte vlerën e një kujtimi. Pastaj hapi çantën me një klik të butë. Zhurma ishte e vogël, por e qartë. Rita e dëgjoi. Keni nevojë për diçka? Helena u kthye me një buzëqeshje të qetë. Vetëm po shikoj kujtime. Rita nuk e kuptoi menjëherë, por diçka në ajër u rëndua, sikur një stujë e heshtur të ishte gati të shpërthente. Në atë çast, kur pa shkëlqimin metalik të zhdukej brenda çantës së saj, trupi i Ritës u ftohtë dhe zëri i mbeti në fyll. Nuk kishte çfarë të thoshte pa u dukur e pa fytyrë. Helena u largua sikur asgjë të mos kishte ndodhur, me hapa të qetë dhe parfum që mbeti pezull në ajër. 2 ditë më vonë, Eduardo u kthye nga udhëtimi, i lodhur, por me një dritë të lehtë në sy. I mungonte aroma e shtëpisë së pastër, zëri i vajzave që vraponin. Helena e priste në salon me fytyrë të shqetësuar. Eduardo, ora e nënës sate ka humbur. Çfarë? Por ishte mbi tavolinën time. Po, edhe unë e pash ditën tjetër, por tani nuk është më aty. Zëri i saj tingëllonte i pafajshëm, i ushtruar. Rita, që po vinte nga kuzhina me një tabaka kafeje, u ndal në prag. Ndoshta është lëvizur gabimisht, zotëri. Mund të kërkoj? Helena buzëqeshi me butësi. Sigurisht, kërko. Ndoshta ka rënë diku. Pas pak minutash, Helena shtoi me një ton të rem habie, po sikur të shikonim çantën e Ritës. Vetëm për t'u siguruar. Fjala ra si një thik në ajër. Eduardo rudhi ballin. Kjo është absurde. Dëshiron të mbetesh në dyshim? Është ora e nënës sate, Eduardo. Heshtja u zgjat. Zemra e Ritës rrite fort. Mund të shikoni, zotëri. Nuk kam asgjë për të fshehur. Ai hezitoi, por hapi çantën. Shkëlqimi i artë u shfaq mes një shami dhe një fletoreje. Bota e Ritës u shem. Nuk e kam marrë unë. Betohem për Zotin. Rita, zëri i Eduardos doli i dobët, i zhgënjur. Mjaf. Largoju. Vajzat që po zbrisnin shkallët pan gjithçka. Lua qau pa kuptuar. Klara thiri emrin e tezes, por askush nuk dëgjonte më askën. Ishte shi kur Rita kaloi portën. Rruga dukej sikur qante me të. Ajo ecte pa çadër, me uniformën që i ngjitej pas trupit dhe zemrën shumë të rëndë për t'u mbajtur. Lotët u përzien me shiun. Zoti e di të vërtetën, pëshpëriti. Dhe një ditë të gjithë do ta dinë. Brenda shtëpisë, zhurma e derës që u mbyll solli një heshtje tjetër. Helena u ofrua të ndihmonte. Eduardo u mbyll në zyrë. Vajzat u përqafuan të humbura. Atë natë, darka u dogj. Askush nuk hëngri. Parfumi i Helenës nuk dukej më elegant, por i rënd, mbytës. Jashtë, nën shi, Rita ndaloi për një çast në një shtyllë drite dhe pa pas. Dritat e vilës u pasqyruan në pelgjet e ujit duke u dridhur. Për një moment, reflektimi i shtëpisë duke i qarë. Ditët që pasuan sollën çrregullim. Vajzat nuk donin të hanin, nuk donin të luanin, filluan të ziheshin mes tyre. Eduardo përpiqej të punonte, por zhurma e gotave që thyeshin e ndiqte, i njëjti kaos i dikurshëm, vetëm se tani pa zërin e butë të Ritës që sillte qetësi. Një natë, ai u zgjua dhe zbriti për të pirë ujë. Dëgjoi zëra nga korridori dhe hapi derën e dhomës së vajzave. Të dyja ishin në gjunjë pranë shtratit, me duart e bashkuara dhe sytë e mbyllur. Zot, na e kthe tezen Rita. Ne premtojmë të jemi të mira. Eduardo u mbështet te muri, pa frym. Ajo lutje e thënë me zë të ulët ishte më e fortë se çdo britm.
Ora në salon filloi të tiktakonte sërish e ngadalt, e sigurt, si një kujtesë se e vërteta nuk fle për gjithmonë. Shtëpia u bë përsëri e ftohtë dhe e zhurmshme, por tani zhurma ishte bosh. Eduardo rinte I mbyllur në zyrë, duke u përpjekur të fshihej nga vetmia. Në çdo qoshe, sikur dëgjonte një emër të pëshpëritur. Rita. Diku tjetër në qytet, Rita pastronte një dhomë të vogël. Era e sapunit dhe e shpresës mbushte ajrin. Ajo kishte gjetur punë të tjera, por çdo natë, para se të flinte, shikonte përparsen e varur dhe ndjente një nyje në fy. Ajo shtëpi në Morumbi ende rrite brenda saj. Ndërkohë, Helena filloi të humbiste terren. Vajzat nuk donin më dhurata, nuk donin më përqafime të rreme. Një mëngjes, Klara murmuriti në gjumë, nuk është zëri yt, mami. Është zëri I tezes Rita që duam të dëgjojmë. Ajo fjali e goditi si shuplak. Helena u largua dhe nuk u kthye më. Më vonë u zbulua se ishte në nënhetim për manipulim dhe vjedhje. Një natë tjetër, Eduardo dëgjoi sërish lutjen e vajzave. Ato ishin në gjunjë, me duart e bashkuara, duke kërkuar të njëjtën gjë. Lotët I rrëshitën pa e ndalur dot. Atëherë mori makinën dhe shkoi në lagjen e thjesht ku jetonte Rita. Kur trokiti, ajo hapi derën me sytë e lodhur, por me të njëjtin buzëqeshje të qetë. Gabova, tha ai. Të besova më pak se sa duhej. Falja është e lehtë, u përgjigj ajo. Besimi kërkon kohë. Ditë më vonë, binjakët erdhën vetë te dera e saj, me uniformat e shkollës dhe sytë plot lodh. Teto Rita, na merr prap. Ajo u gjunjëzua dhe I përqafoi. Dhe u kthye. Kur u rikthye në vijë, gjithçka duke e lodhur, por e gatshme për të marrë frymë sërish. Ajo veshi përparsen, mori leckën dhe filloi të pastronte. Zhurma e lehtë e fshirjes u përhap si një pëshertim lehtësimi. Vajzat qeshën, vrapuan dhe shtëpia u mbush sërish me jetë. Më vonë, e vërteta doli në dritë. Një kamerë sigurie tregoi gjithçka. Ora ishte vjedhur nga Helena. Turpi u largua si pluhuri që merret nga era. Atë mbrëmje, të gjithë u ulën në tryezë. Rita gatuajti oriz, fasule dhe biftek me qep. Vajzat vendosën lule në mes. Eduardo shërbeu pijet dhe qeshi me ndrojtje. Duket se tani un jam ai që punon. Të punosh me dashuri nuk lodh, tha Rita. Shtëpia mori frymë. Një frymë e re, e lehtë, e gjallë. Dhe në heshtjen që pasoi nuk kishte më zbrazëti, por vetëm paqe, si një lutje që më në fund ishte dëgjuar.